from Kosovo all the way to Albania, to northern Albania, to the beautiful, historic, incredibly historic city of Shkodër. And Shkodër is a place that was known 300 years BC. There was Shkodër with the Illyrians and the Romans and the Byzantines and the Venetians and the Ottomans, and finally the communist period in Albania after World War II, which went all the way until 1991. So this place has experienced an extraordinary long history. So we were in the main square today in Shkodër, and there we met some of the weavers who were selling their carpets. And we met this wonderful woman called Ganimet Artunda, and got to know her a little bit, and very, very happily she invited us to her home, which is on this beautiful lake. Qështu, po filloj për fillimin. Cike jam në Ganimet Artunda. Jam 57 vjeqe, vazhdoj me këtë zënat që është 15 vjeqe. Mi 42 vjetë punaj. Ku ke mësu me bo këtë? Dhe më thonë gjyshe jeme, e kena të trashëgume. Këtë punë e kena gjyshe jeme. Edhe nane gjyshe? Edhe nana gjyshe, se nana jeme dhe jena shumë brejza. Do të krejt anën e nanës? Edhe të babës. Edhe të babës? Dhe më thonë, tregote baba që nana vetë i ka rritit me qëllima, që ka punu, ka rritit me këta. Do thot, prej kur ka nisë në vek? Do më thonë, baba jem ka vdek të 88 vjeç, llogaritë se kam 100 vjet. Ja. Që do është i thot edhe në Katun? Po. Katuni quhet Zogaj? Zogaj. Edhe shumë njerëz, tjera njerëz aty ku punojnë? Kanë punu 100 punëtore, por të shkopak. Ja. E do të thot ne për regjimin e Hoxhës, ama po, kam punu edhe në regjimin. E çfarë punë çatë për kënd ke kena punu për eksport, për nis jashtë. Aha. Sa ku e kanë eksportuar? Në për shtetet e botës. Kështu kanë thënë. Kështu kanë thënë. Se do thot regjimi ka kanë shumë i mbledhur edhe Po, kanë 100 punëtore. 100 punëtore në kooperativë. Se dikur kanë punu individuale, kur erdhi partia punës, Krejtës Bashkët, e kanë bërë kooperativë. Erdhi demokracia u shpërdanën prap, edhe veç. Bani gjithkush punën e vetë. Atëherë unë kam bërë punën teme, kam punësu punëtore, për shembull kushrinat e mia, njerëzit e mi. Edhe kena vazhdu. Të 30 e sa vjetë kena vazhdu individuale. E fëmijët tuat? Jo. Vajza e ka mësu, por me shkolla, me gjana, dhe është e martume në qytet. Edhe punën parukire. Okej. Kurse djali kuzhinjer, nuk janë profesione tjera. Do thot ti e fundit? Po. E çfarë zonat li, çfarë mjeshtri? Më të mall është ky. 350. Si gjyri, si thurje? Ja, nuk kam. E kam porositur, e kam lanë shtëpi. E kam lanë shtëpi. Unë baj me porosi, sa herë si dushte. Çfarë dushte? Unë ish me tregu çka ke bë porosi për dikën tjetër? Po. E kam kryt vjetë. Ka bo një fantazi për dikën tjetër? E kam kryt vjetë. Edhe është mu dorëzu. E kush ka porosit? Po një kliente, se unë punaj me klienta, po. Shkodra mi dan punën e dorës. Shkodra e dan shumë punën e dorës. Pa fund e dan punën. Si ke emnin? Sajt Artunda. Me 17 vjetë ke nisë me peshkim? Peshkim. Kam ke 1 vjetë në Durrës, kurs peshkimit, ma me kam punu të tonë jetën teme në peshkim. A ka qenë me babën, me agjen, me...
Kolektiv, në kohë të partisë punës kena kënë dëllë 90-ën kena kënë grumull. Bile dëllë 97-ën kena punu tonë grumull si nërmarrje. 97-ën është përbo nërmarrje, ma në kena kalu privat. Privat. Si kur vek, si kur peshkim. Shumë ma mirë kena kënë atëherë në kooperativë. Atëherë, në kooperativë. Shumë ma mirë kena kënë. Po, sa duhet me ecë me tregun, sa duhet me ecë me tregun. Ja. Atëherë ka kënë, nuk ka kënë stres atëherë. E pëse s'po mune me bo për kooperativë? Kret? Ja, shto për unë zemë. Si ka qenë punë me peshk atëherë? Në puna peshku atëherë ka kënë mërgullizën, ndështë ka kënë sport, ndështë ka kënë zenat. Të dy e ka pas. Ja. Po thëtë, sa vjetë krejt ke bo peshkim? Dhe me thonë, në 77-ën, deri në 2001-shin. Okej. Që kam lanë, jam shku të e punë. Mirë. E a ju pëlqen jetën në Katun? Po aty, kena lejën a rritë, aty i shalë më Që gjuar që një linë në Zogaj? Dhe po e shifni, Katunin e kena shumë. Dhe me thonë, si kja si unë Zogaj, jena kena kënë lërë këfar njëni me tjetën sa këtu të e janë mërtet. E sa fisa janë në Zogaj? Cilat fisat janë? Ka fise, janë më tjenë 7 fise, apo fise. Janë të arën dhe thëtë zakonisht po marrë të hënë aty në Katun? Nuk e kam asisa. Jo, shena njojtë. Në lërë këfar, e kena të arën për Hasi Gjakovës. Prej Hasi të Kosovës? Ja, shtu në thonë. Prej këtë cilë Katun atje? Nuk di. Hasit, Hasit. Ajo shoqit prej Hasit. Po, po pranaj shkojmë shumë mirë. Hasi Gjakovës, si e thonë. Qashtu. Më me se koha, ke pasysh. E qishë, po, do thëtë, fmita janë këtu a janë jashtë? Jo, në Gjermani. Gjermani, cili Katun? Janë Düsseldorf kanë. Düsseldorf. A shkoni atje, po vizitoni? I herë kam qenë. Unë një herë kam qenë. Incredible. O sa interesant, sa bukur. Ka të zini? Urime pune. Vejko, si thoni ju. Kë vek është shumë vjeqarë. Dhe më hanë qysh nanave të babës, mija 110 i ka. Atëherë, kë punohen rrugica, dhe më hanë me dimisionet 50, 60, 70, 80, dhe 90 deri 1 metër, shkan gjanë. Janë staza, apo si i thoni, ne i thojmë rrugica, ju i thoni staza, që punohen me këtë. Të zje. Gjithë qapë mundorit, leshdelet, 100%. Çdo gjë. Leshin e marrin prej Vlorës. Prej Vlorës? Pse? Se nuk po punojnë makineritë fort. Ka nisë me ardhë në ramje, me thënë drejten. Çdo gjë ashtu ardhë në ramje. Çdo gjë. Edhe s'po kena gjetë treg tjetër, se lesh ka ballë edhe po e tresin, po për punimi është i fije më i kushtueshëm. Edhe kena gjetë një atje mundësinë me e marrë në Vlorë. Edhe ma banë shumë të mirë, dhe më thonë lesh original, telet.
E kush ka atëherë? E tjerë makineria. Makinerie Po, atje? atje. Atje në Vlorë? Atje në Vlorë. Do thotë qashtu e bleni? Po, të bardh. Vetëm të bardh. Ju po Masa ne e ngjyrosi vet. Masa ngjyrosjen e bëjmë vet. E ngjyrosim edhe me gjana pa kimikate, se qërësi duhet I kam shumë pastra. Nëse preke sa dësh, asë nuk të shlan, asë I gjash, shife. A cilët janë ato? Me lus pa qepsh, me shumë gjana që do mund që mas me lëshu. Po. A për shembull që ngjyra. E këtë ngjyrën mund të marrim edhe si panxhare, gjithë qa përzim, vetëm e në ndalë ngjyrë që... E ju në këtë shtëpi po bëni ngjyrosje? Po, të në shtëpi bëjnë ngjyrosje. A bëni çdo herë kur vi kur? Po, kur kam porosi për shembull, thet I këtë ngjyrë, edhe unë e baj. Unë e realizoj. Për çat porosi? Po, për atë porosi e realizoj. Ama ju I pat të tregu, që më mërmenja mu se ecë të tregu e hedhin treg, unë. E sheflin, e pëlqen e merë. Ai që është interesum. Ai që pret, për shembull e bëna me porosi, mallsinë si dan, masën sa e dan gjatë, sa e dan gjanë, edhe prodhojmë me porosi. Çdo gjë bëjmë me porosi. Masanaj. E po shitni rreth Shqipënisë? Po, rreth Shqipënisë, në për të shtetet e botës, Ku po di njerëz për këtë? Atëherë gjithmonë me numër kontakti temin. Që dalim të Koloseu, aty të bashkia, na ka mundësi një vend, na ka mundësu vetë bashkia Shkodrës një vend, atje dalim, I shohin prodhimet tona, edhe marrin numër kontakti, Instagram, Facebook, I shohin punimet e mia. Si quhet? Asisan, vetëm punimet e mia, punimet e Ganimetës, kaq. Ganimetë Artuna, jam ma shumë. Se, a di se një punë, kja pundoret. Nuk është një material që duhet me ecë, se din vetë se sa vanan puna dorës. Edhe nuk hi shumë në për këta rrjetet sociale, me shit online, me shit kështu. Nuk hi asëherë, se klienti da një koreksi me ba punën në orarin, në datën që caktan, ndoshta ka punë që ecë, ka punë edhe që nuk ecë. Atëherë, këtu bëha që lyvi mau, 2 gjys, mos e mallsinë se sa e dan ti, edhe 2 metra dhe 1 metër e gjys, se ta dush ti. Edhe në bërësi, masanaj, me klienta ma shumë, se si I dojnë, se që lymin e mall nuk e merr gjithkush. Një turist e merr I gjatë vogël, po jo gjanë e madhe. Edhe punohet për këtu, që po qesin në shtëpinë e tyre. Në shtëpinë e tyre. Atëherë, çdo gjë këtu te I malli punohet me porosi. Çdo gjë punohet me porosi. Koha duhet me bërë, për shembull sa dësh. Çfarë që kemi pas sot? Atë që kemi pas sot, 10 ditë kohë. 10 ditë. Kohë 3 veta. Me 3 vete. Me 3 veta. 10 ditë kohë. 10 ditë, wow. Po. E sa po merrni? Sa No. Jena të zhgënjymi fije të çmimit se po më thon I ka gjban, thët, so shtrajt, nuk ta vlerësan kush punën e dorës. Për një këtë punë, ka ra edhe interesi me ardhë punëtoret me punu, për këtë punë se nuk vlerësohet puna dorës. Kuptohet. Ka ra interesi. Kuptohet që njerëz hala po dojnë ato tepije, po nuk e din vlerën. Se këta janë 100 vjeçare që nuk vdesin kohë. Dhe ma qysha martu nana jeme, këtë. Të tërpolë shkoke, Qysha martu nana jeme, edhe lajmë mish... Po qëfar me 60, aja? Se 57 jam unë. E kush janë ato punëtorët? I kam, vetëm njerëzit e mi kam marrë, gjithmonë. Prej katullit? Prej, po, janë vajza, kushrinat e mija. Kushrinat, do të krejtës në familje? Po, krejnë e kam biznes familjar. Nuk kam futë, të tjera, vetëm biznes, çdo gjë familjar. A përpara, kur ka qenë përpara, në regjim përpara? Përpara... Reparti që tashon, se kanë punu individuale, por nuk kanë kështu të mëllaja në procese më moderne. Atëherë kanë punu ma ndrysh, ma thjeshta, po të shkëta janë ma moderne. Kena fillu me fut moderne, se si dojnë... Pa, 90-ën është myllë çdo gjë në partinë punë, si kena punu, unë kam punu një 12 vjetë,
për partinë e punës. Këto kanë ikë për eksport, se kanë shumë të bukura, Atëherë kena fillu i herë vetëm, masaj kena marri kushrinën teme, masaj ne u bame, po kena punu janë 7-8 veta këtu, jo se kanë ikë, po janë plak, edhe nuk mundan ma. Në këtë shtëpi. Në këtë shtëpi. Në këtë bukuria, keni jetën në këtë vend. Po. E kjo është shtëpia jote. E nans, është e vjetër, mi që në sa vjeqare është. E vjetër. Se kjo po duket, se është edhe vjetër. E prej nga është nana? Nana prej zoget. Edhe baben. Krejt janë prej këtë... Pik. Unë jam autotone zogës. Krejt familje. Krejt familje. Sa është i madhe zogaj? Ashtë e madhe. Ko kanë mi 100 shtëpia ko kanë, po kanë mejtë. Po të shenë të ba ma shumë bujtina për me shlu për turistat. A janë këthy njërës? Janë këthy. I kështë e mira, se ka nisë më këthy. E herë kanë ikë vrap, po të shka nisë më këthy. Qysh mos me bo bujtine kur është parajs të. Fiks. Do thot edhe me burin një në kushin? Po, kushin, në rrugicën tjetër. Sa vjetë jeni martu? Do më thanë, unë me burin bëj gati 40 vjetë. 40 vjetë, mashallah. Faleminderit. Edhe do të nëna këtu është vetë? Vetëm. Në këtë shtëpi? Se ka jetu me babin, babi ka vdek, ka 2 vjetë që ka vdek. Gushlime. Faleminderit. Do thot edhe ti... Unë ka marrë gjdo ditë edhe punoj këto. Prej 8 deri 4 po punoj këto. Mu kanë me nana. E ku po rri nana deri sa ju jeni me? Ka herë vjen edhe aty të puna, edhe më niman me bë lamsha, më niman. Sa bukur, për nanën, ama hala me pas qika afër është diçka shumë e vlerëshme. Faleminderit. Edhe do thot, je me ato punëtorit çdo ditë, je me nanën? Po, çdo ditë me nanën, po. E buri ka punu me... Me peshkim, peshkatar. Peshkim? Po, edhe të shniman mu. Edhe nana ka thëmë me lëkur? Po, lëkur, kanë shumë të asho, po partia punës, i ka hek, kanë individuale, i ka kooperative dhe i ka qunë Shkodër, atje ka hup. Lëkura ka hup, si zenat, kurse nëse kena hup. E sa vjetë e keni? Sa vjetë? 84. 84. Po shumë mirë po duke, shumë mirë, shumë vital, me shëndet. Ja, me ja bo shqyqyri. Syti, nuk jom fakt mirë për hajtë. Po hajtë, jo shumë mirë po duke, edhe është shumë mirë që hala po punon, hala ke këtë punë. Po, një ashtë më nëj kejtë. Qka ka qenë në jetën tonë, qka ka qenë maj mirë, qëfar periodë? Ata që në kënë tjerë. Kënë bo qëllymat nësa maj atje, në rapat. Edhe qëllymat kënë bo se kanë jetu me ta, i kiqim e shishim në Shkodër. Do the prej cilën mosh ke nis me punu qatë punë? Si qik? 17 vjeqë, unë s'kom pas nevoj se këna kenë si shpije paj. Me qka? Këna kenë me kalabëk. Me kalabëk. Sa njërës kanë qenë qa shpije? 30. 30 me një shpi? Keni jetu? Po, besa. Edhe kërsh këna bo fjallë. E këna jetu i pej mregut, pej pusit. Këna korë barin, këna majtë baktit. Dana njëtë i këna punë. Edhe mosh këna këna. E buri prej këtë katon? Peshkin. A sa largë ka pos burin, a trega jo? Ta i të ka pos. Nana ka jetu i tu, baba i tu. Kanë që të gja munges. Munges buket, munges qumshik, munges djafit, produkteve të bazë, ka kanë shumë munges.
Edhe 4 fëmijë, ka pas fëmijë. A kanë pas lopë, Po, lop ka pas, të marrë para partisë punës. Masa ne ka marrë partia punës, i ka marrë tanë komunizmi. Ka mladhë në kooperativë. Aty ka me talona qumshti, për shembull, një shishe ke për i shtëpi, 1 litër qumsht për i për i shtëpi. Aty në demokraci ka ba lope, edhe Kena bo lopë mandresh, dele. mase 90 mandresh. E që a ke mujt me shku? A ke shku aty mu la? Po, ku ju diftova? Gjithmonë i thoshe, laheshim. Sa kaloshim dhe, laheshim. Kur vishim shpim, thoshin, je la. Unë? Ja, me te shëpis. Se s'kan. Mlidhshim shërbel. Kena mlidh shërbele dhe laheshim. Kur ke qenë fëmijë o ma Po, vonë? fëmijë. Si fëmijë? Si fëmijë. Bimë medicinale, shërbela është në malë. Është shumë e mirë shërbela. Është mali veç që ka Shërbela, oh my Po. god. Qajo konga që po knojmë. Shërbelo, No, shërbelo. Po. A din kongën? Oh, I love that song, the Sage song. Sage është shërbelo. Edhe shërbel. Në anglisht, Sage është Ah, shërbelo. shërbelo. A din kongën në kënë? Po, po. Hajde me mos se, ti e di me. Shërbelo, shërbelo. Tani? Ti ta marrë shatë keqe no. Oh, yeah. Oh, sa bukur. Oh my god, original se unë në Kosovë po jap valle, po mësoj valle femnave në Prishtinë. Valle të Kosovës, valle të Shqipërisë, Greqisë, Bullgarisë, kështu. Edhe gjithmonë shumë po dojnë qatë kongë, edhe shumë kongë të Shqipërisë e dojnë. Po, Ndonë, edhe ndonë. valle të Shqipërisë, sidomos I shaf edhe në televizor që kur konë Kosova ata shumë përdorin konë shqiptare. Kanali. Bye! Mirupafshim. Okay. So today we have had this wonderful experience with Ganimeta in her exquisitely beautiful home that she has been in her whole life, and all of her family is from this village, and her husband and her mother and her father, everybody's from this neighborhood, different blood, different tribe, but all from the same village, Zogai. And their house looks on Lake Shkodër, which is this beautiful big lake which borders right there is Montenegro. So it's right on the border there, this big beautiful lake, and people have lived for centuries on the fish here, but it's also a beautiful swimming place, a big tourism place. There's all of these Airbnbs now right along here, but for her it's just home, and we were so lucky to visit her. Okay. Okay, bukur. All right.